Serbët po nxisin akmarrjen në mes të shqiptarëve. Kosova po mbulohet në varfëri dhe në varre. Njerëzit s'dinë ku kanë djemt e vajzat. Inteligjencia shqiptare po kositet. Ate e ofendojnë, e poshtrojnë, e lënë rrugëve. Të tilla persekutime s'kan ngjarë vetë se në kohën e Inkvizicionit. Jo, populli shqiptar që jeton në Jugosllavi nuk do të lejoj. Ti shtypet çdo gjë e shenjtë kombëtare. Shqiptari në çdo kohë e në çdo vend, kur i shkelin lirinë dhe të drejtat e lishme, se ka ulur kur kurizin dhe asnjëherë si ka kthyer krahët armikut. Ju zotërinj të Beogradit dërguat në Kosovë 60.000 ushtarë serbë për të shtypur e vrarë kosovarët dhe për të fiksuar Shqipërinë socialiste. Ne nuk friksohemi, ne jemi gati, në këmbë, si një trup. Ju flisni me gjuhën e forcës, kur ne përpiqemi të flasim me gjuhën e arsyes, por edhe ne dim të flasim me gjuhën e forcës. Shqipëria është një nyje nevralgjike dhe strategjike. Evropa duhet ta ketë parasysh këtë. Disa tallen me fortifikatat tona, ndërsa vetë armatosen deri në dhëmbë e me çdo lloj armësh. Të tjerë e nënçmojnë në forcën tonë. Aq më keq për ta. Disa gazetarë që shkruajnë për të marrë rishpete, disa politikanë të kafeneve në analizat e planeve strategjike të tyre dhe serbëmbëdhenjtë në radhë të parë përhapin idera dhe bëjnë insinuata se në këtë ose në atë konjunkturë, bile në të gjitha konjunkturat, Shqipëria do të gëlltitet nga Rusi, do të anojë nga Sovjetët e tjera. Ne u themi serbëmbëdhenjve, iqve të sigurt e të fshehtë të rusëve, se dy rrugë ka për revizionistët ruso-bulgar që të sulmojnë në Shqipërinë për të dalë në pjesën e Adriatikut tonë. Njëra është rruga e Vardarit dhe e Kosovës dhe tjetra kanali Otrantos. Në rastin e parë, pa më të voglin dyshim, gjithë populli shqiptar që jeton në Kosovë, e në vise tjera Jugosllavisë, që nga Shkupi e Kaçaniku, nga Tetova e Gostivari, nga Llapi e Pllave e Gucia, do të ngrirë në këmbë, do t'i presin agresorët me pushtë. Zjarë do të ndizet e gjithë Jugoslavia dhe invadorët revizionistë ruso-bulgarë po të arrinë në Alpet tona
do të vinë si nazistët gjermanë kur dollën nga Stalingradi. Në rastin e dytë, kyçin e Otrantos e kemi ne, shqiptarët. Sazani dhe Karaburuni, pa patur frikë se them ndonjë sekret, janë shkëmbim të veshur me hekur e beton kur skalon dot flota ushtarake sovjetike. Tila aventura, në rast se dëshirojnë të futen armi të ruso-bulgare të tjerë, duhet dinë se shqiptarët nuk janë një shtet prej 3 milionësh, por një komp prej 6 milionësh. Popull I vogël ishte ky yni në luftën e ditë botërore, por vetëm për vetëm, dhe I parmatosur, hyete e likuidoi një numër të konsiderueshëm divizionesh fashiste italiane e naziste gjermane. Tash kohët ka ndryshuar në favorin e Shqipërisë socialiste. Prandaj, lart duart nga Shqipëria. Shqipëria nuk kërcënon kërkënd. Ajo dëshirojnë të rojnë miqësi me të tjerët. Po t'i preken të drejta dhe kufit e saj, do t'i përgjigjet cili do, po me atë violencë. Po kështu do t'u përgjigjet në mënyrën më të rreptë, pa drejtësive dhe ofezave që mund të përdorë ndokush ndaj saj.